gjë tjetër shumë e shëmtuar në fakt që ka ndodhur mëngjesin e ditës së sotme për post fakti që kemi parë dhunë ndaj grave, dhunë ndaj fëmijëve, një dhunë barbare dhe ndaj reporterëve, ndaj jush pa diskutim, por ajo çfarë kalonte kufijt e gjithçka ishte dhuna, le të themi, që ka përdorur kryeministri në zhargonin e tij. Pra ka patur një gjuhë jashtëzakonisht shumë fyese ndaj protestuesve dhe patjetër edhe ndaj jush konkretisht, por është kjo një formë për të pëlyer një qëndresë në rritje, të cilës ndoshta i friksohet, siç thoni ju, duke qenë se ju keni paralajmëruar edhe protestat vazhdueshme dhe ndoshta këtë lloj euforie nuk e kishte parë më herët. Edi Ramës, si kreu i narkosit dhe të tijve dje, u janë dridhur leqet e këmbës. Unë nuk e thash pa qëllim. Ai lum njerëzish, ajo energji njerëzore dha shenja se kur del nga shtrati të merr përpara dhe dha një shenjë. Ajo dje u kthye në një lavë vulkanike që do diqet dhe do përvolon narkosin, kusarat e pushtetit. Janë të pranojnë të panikosur. Gjuha e kryeministrit është gjuha e një rrugaçi ordiner. Kur nuk mund të ishte gjuhë e një kryeministri ndaj qytetarëve të vendit të tij, pavarësisht se ata mund të duan apo mund mos e duan. Mund të pranojnë apo mund mos e pranojnë. Mund të jenë të revoltuar dhe shprehojnë revoltën ndaj tij. Jo, kur? Por ai po ndjen fundin. Është duke ndjer fundin. Dhe e përsëri, kur Bisha është e plagosur dhe ndjen fundin, ajo ulëret dhe nuk di se si ulëret. Në këtë gjendje është Edi Rama. Ai tregoi dje që tregoi ti që dje që në psikikën e tij ai është i tronditur thellë. Ajo e djeshmja, ajo revoltë e djeshme. Ajo nuk e lë më të flegjum. Ajo tregoi dje që ai ka dalë nga binarët me atë fjalor ordiner, me atë gjuhë prej, rrugaçi banal. A ka kryeministër në botë, në një vend demokratik, që të ketë atë gjuhë, jashtë rrjedhje, jashtë qitje? Po me sa duket nuk kemi në demokraci. Nuk ka. Aspekti tjetër gjë është, unë si mjek po të diskutoj dhe po të bëjmë një profil psikik, është tjetër gjë kjo. Dhe ne kemi thënë, por brenda unë e lexova mirë çdo rresht, çdo fjalë. Aty kishte mblef të pafundur. Por aty kishte panik në çdo gërm. Në çdo gërm. Kishte panik. Pra, dje treguan shqiptarët që ky është i rrëzueshëm shumë kollaj. Treguan që narkoshteti është një ngrehim e kalbur e cila don vetëm një të shtyrë. Dje ata ja tronditën themelet narkoshtetit. Dhe prandaj ai reagoi sot në këtë formë të turpshme për çdo politikan, pa lërë më për një drejtues shteti, siç është ai. Por duhet shohim edhe gjën e mirë. Është i tmerruar dhe ne duhet bëhemi gati për t'i dhënë goditjen finale dhe për ta rrëzuar. Asgjë nuk na ndal në këtë drejtim. Shqiptarëve do bëjmë gjithçka t'ju japim një zgjidhje politike dhe një qeveri teknike. Pra do të vijojnë protestat apo jo? Ne jemi në betejë, Enida. Dje ishte një nga format e betejës, ose një ditë beteje. Pra ne jemi në betejë. Ne jemi në betejë, dje i dham një goditje, tash do të organizohemi dhe do të japim goditjen fatale dhe finale. Narkoregjimit të Edi Ramës dhe narkosit në krye. E qartë, zoti Nokat, falenderoj shumë që